Ky emision përmban vendosje të produkteve. Mirëdita të televizionit 21. Unë jam Njomë Zaliu, për gjatë një javës kemi qenë bashkë të ju përgatit receta të ndryshme, kryesisht me përbërje të shëndetshme. Sot është receta e fundit, e cila është një tort me dardhë, është një përjashtim sepse brenda ka miell, po kjo është një recetë që mundeni me përgatit pak të një herë në muaj, kur edhe e keni dëshirën për me hangër një ëmbëlsirë shtëpiake. Çka në nevojitet kësaj here është mielli, i kemi 230 gram miell. Kemi 18 lugë të mesme, sheqer në ngjyrë kafe mundësisht, për ta bërë pakës të paktën më të shëndetshme këtë recetë, po ndryshe mundeni me përdorë edhe sheqerin e bardhë. Kemi në një vend 100 gram gjolë dhe në një vend tjetër 160 gram, që do të thotë spash kupojnë 160 gram gjolë. Kemi 2 vezë, kemi dardha, kemi 4 dardha, kemi 100 gram badema të grirë, edhe krip do të kemi. Si përgatitet receta, kjo torta në fakt është një brum francez që është shumë i shishëm, dhe tortën mundeni në fakt kur të mësoni këtë brum, ju mundeni mandej me këtë brum me kriju shumë lloje tortave, mundeni me qershi ose me molla, me çfarë do lloj pemë tjetër, ne i kemi dardha sot. Atëherë e marrim gjalpën. Mos përdorni gjalpa të cilësisë të dobët, keni kujdes, gjalpa shtëpiake do të ishte më mirë për me u përdorë. Çka bëjmë me gjalpën është që e ndojmë në për pjesë shumë të vogla, për me na mundësu me tret sa ma lehtë me miellin. Kështu do ta ndojmë në për copa shumë të vogla në dorë. E mbaj edhe me një thik. Është një procedurë sikurse me qerru. Në atë formë duheni me ndo gjalpën në pjesë. 100 gram është pjesa e cila na vyn për brumin. Ka qëndru në temperaturë të dhomës edhe u shkri pak gjalpa që përdori unë, që pe ban ma pak praktike me përdor, kështu që ma mirë është nëse e nxjerrni direkt prej frigoriferit, edhe mundeni me ndo në pjesë të vogla ma lehtë se sa unë që po bëj këtu. Dërsa gjalpën tjetër që kam e na unë nevojitet për brendësi, ato duni me nxjerr prej fillimit, sepse duhet të qëndrojnë në temperaturë të dhomës, tjetë gati se e shkrir. Kështu e coptojmë në dorë në pjesë sa më të imta që mundemi me ndo. Edhe sipër ja shtojmë miellin. E kemi 250 gram miell. Për këtë recetë, ma mirë është që me pas dorza, sepse keni me përzi brumin me dur. Ajo që duhet bëni është me përzi miellin me gjallë, derisa krejt pamjen e merr sikurse me qenë zallë. Në fund ka mu duk sikurse kokra zalli përzirja e miellit me gjallëpën. E shtypje mes gishtrive, atë sa mundemi. Nuk i ngjojmë brumave të zakonshëm, të cilëve ju shtohet e qoftë ujë ose qumsht edhe bohen më të langshme për me u përzi, kjo bëhet më e ngurtë si brum. Mos u ndalni, përzijeni derisa çdo grincë e gjalpës është përzi shumë mirë me miellin në fund, përzirja duhet të jetë si zallë. Çka i shtojmë? I shtojmë një vezë. Anash. Përveç vezë, këto të brumi kemi me shtu 4 lugë të reçelit, sheqer. Ne kemi zgjedhur sheqerin në ngjyrë kafe. Brumi nuk duhet të jetë shumë i ëmbël, sepse do të kemi një përbërje të brendshme e cila do t'ja shtojë ëmbëlsinë. Edhe një lugë të çajit kryp. Me qenë se i kemi vendosur kështu anës, i tretim kështu anash në fillim, derisa të përzihen veja me kripën edhe me sheqerin. Edhe matutje e sjellim në mes edhe e përzihem krejt. Fillimisht me lugë, më pastaj edhe vendosim edhe me duar. Nuk duhet me nxjerr shumë këtë brum, për shkak që thehet më pastaj, se është një brum shumë i ngurtë.
Vetëm derisa masa të bashkohet krejt e ngjeshim matutje jo. Brumi është gati, është një brum që thehet lehtë, pra ja, shumë me njerë thehet, kështu që nuk duhet me punu shumë gjatë me të. Çka buajmë është e marrim një letër për pjekjes, edhe matutje e kemi me pjek në këtë letër, kështu që tash e vendosim edhe deri në fund të procedurës nuk heket prej letrës. Vendosim letrën për pjekje dhe tavolinë, edhe brumin këtë formën që është, pa e ngucë matutje, pa lujt me të, e vendosim në letër, edhe me letër e bashkojmë, e mbështelim. Ky lloj brumi është mirë që me qëndru një kohë në frigorifer me pushu, tash varet prej kohës tuaj. Minimumi është gjysore, po nëse po përgatitni ma vonë, është mirë me lënë një orë me pushu brumi edhe matutje me vazhdu me procedurat e tjera. Pe vendosim frigorifer edhe vazhdojmë me përbërësit e tjera. Derisa ajo të ftofët, kam me na u nevojit gjalpë, të cilën e kemi lënë me qëndru në temperaturë të dhomës, po nuk është këto një temperaturë e verës. Për shembull gjatë verës, nëse kish qëndru në temperaturë të dhomës, kjo vetë se kish fillu me u shkri ma lehtë edhe me na ndihmu me tret ma lehtë. Kështu që me qenë se nuk është shkri aq shumë, duhet pakës me shkri në zjarm. E kemi gjalpën që e kemi shkri për shkak që nëse qëndron në një dhomë që është shumë e nxehtë, natyrisht që kjo shkrihet vetë, por nëse jo e shkrihemi. I shtojmë sheqer kafe, i kemi 18 klub të reçelit për këtë brendësinë. Edhe përzijem bashk me gjalpën, derisa një farë forme shndrohet në një masë ma kremoze. Brenda kësaj mase që e kemi sheqerin edhe gjalpën, kemi me shtu edhe farat e vaniljes. Qysh e përdorni shkopin e vaniljes nëse nuk e keni përdorit deri më tash, jo ka qenë kështu fakt si një shkop, hapet pjesa e sipërme, edhe për brenda me një thik ma të mbret. Ndoshta i nxjerrni farat e saj që i ka kështu zeza për brenda, nëse nuk e keni përdorur deri më tash. Kështu. Nxjerr pothuajse krejt farat, edhe në këtë përzierje kemi me shtu edhe një ve. Gati. Edhe brenda kësaj përzierje kemi me shtu bademat të cilat i kemi të bluara. Mundeni dy opsione, mundeni të bluara ose të prera në fleta shumë të kolla. Zakonisht tash ka edhe në treg të gatshme në atë formë. Një pjesë prej krejt masës të bademit do ta lëm për fund, do ta hellim mbi dardhat. E përzim këto. E lojmë anash edhe kthehemi te brumi, e marrim brumin. Si për brumit, shtojmë veç pak miell, sa për me lehtësu hapjen e brumit edhe mos me u ngjit. Në ndërkohë prej fillimit, sa kam fillu me përgadit, kemi lëshu furën, sepse fura duhet jetë e nxehtë, kur kjo tartë veç se ty në furë. Është një brum ma i vështirë, nuk është sikur se brumat e zakonshëm që hapen lehtë, duhet keni kujdes në për pjesët ku thehet, sepse është brum që thehet, vetëm e afroni edhe gjithçka është në rregull. Për këtë tortë, na nevojitet një anë e tillë e keramikës, sidomos që është e thellë dhe që ka këto anash sikur se t'jenë të shtypura me gishtri, se ashtu edhe vendoset torta. Nuk e largojmë prej letrës, pa prej fillimit, kur e kemi vendosur letrën, derisa të nxjerrim prej furrës, nuk e largojmë. Çka bëjmë është e vendosim në këtë enë, edhe shohim sa ja kemi qelluar me qoshet e saj. Qoshet që janë sipër i prejmë edhe i mbushim pjesët që nuk i kanë mbrimu hap deri në fund. Natyrisht në një gëshërët për ta prerë edhe letrën e kuzhinës me masën e tepsisë që kemi këtu. Ka shumë gjallë, me siguri personat që nuk dëshirojnë me shtu peshë
Nuk po ju pëlqen që ka shumë gjallë, po recetat franceze gjithmonë janë kështu, bile ata gjithmonë thonë se sekreti i kuzhinës franceze është gjallë pa. Nëse i pyetni ata se çfarë sekreti keni, ata vetëm do t'i thonë gjallë, gjallë dhe gjallë. Këtu sipër kemi me vendos masën që e kemi përgatitur, në të cilën kemi bademin, sheqerin, ven, farat e vanilës, edhe të cilat i shtrojmë sipër drumit. Do ta lyhem krejt. Për mbi i hedhim dardhat, do t'i renisim një nga një që duken ma bukur, t'i risandrojmë krejt. Kemi bu gati 4 dardha, po varet prej madhësisë të dardhave cilat i keni blerë. Nëse janë ma të vogla, natyrisht se do të shkojnë ma shumë, edhe e kundërta nëse janë të mëdha. Torta është gati, edhe për sipër kemi me i shtu pjesën e bademave që në kanë mbet. Pjekën edhe këto e lëshojnë aromën e tyre. E gjithçka është gati, kemi me lënë në furrë për afërsisht 15 deri në 20 minuta. Pas 15 minutave duhet të kontrolloni nëse është pjekur, është pjek sipër, është gati, sepse është një brum i vogël që nuk merr shumë kohë me u pjek. Kanë kalu ma shumë se 20 minuta prej kur e kemi vendosur në furrë tortën, edhe tash është koha me nxjerr edhe me servu. Skuqet pak për mbi, merr një ngjyrë të artë, edhe ky është momenti kur ju e dini se gjithçka është gati. Duhet me prit pak muftop, mandej komplet me vendos në anën që keni me servu, edhe më pastaj me ndojnë për pjata. Dekoru mundemi me shku me pak sheqer pjohur, ose nëse është periudha e verës, mundeni me servu me një copa kullore anash. E kjo është edhe torta, që është edhe receta e fundit e kësaj jave në shoqërim me mu. Unë i falenderoj shumë produksionin Zero Pozitiv dhe televizionin 21. Shpresoj që edhe juve ju kanë pëlqyer recetat që i kemi përgatitur, të cilat me siguri se keni me pas rastin me i pa prap online në për rrjetet sociale. Faleminderit shumë dhe mirë.